tepër të lehta, edhe ato udhëtime të cilat I kanë lënë një shije paksa të hidhur, por asnjëherë duke mos e bërë që të mos ta duan më këtë punë. Do ta mirpresim në studio për një bashkëbisedim më të gjatë të Dije Agushin. Mirë dita, faleminderit. Faleminderit për kohën. Faleminderit shumë për juve. Sa bukur me këtë shallin. Tamam se unë do më për shtat fakt po. Hajde rato. Në fakt kjo është një detaj shumë I bukur I zonjave kur e vendosin, më pëlqen edhe mua shumë, por është detaj që asocion me uniformën e stewardesës. Atë ka mbet prej punës kjo që ta kesh edhe atë elegancën? Po, sigurisht e ka pas një impakt të on shumë profesioni, edhe tash edhe normalisht shumë kam dëshirë me act like a lady që thojnë, ta ma në një zoje vërtet. Ti je një lady. Ashtu si ti, faleminderit shumë. Faleminderit e dashur. Dije, thash ke jetuar një jetë mes qejve, nga më të ndryshme duke shëtitur edhe përshtetës po e bëjmë laf brenda 24 orësh, po duke kaluar edhe kontinentet. Si ka njës gjithçka kur flasim për profesion edhe angazhimin tënë si stewardesë? Po të pas parasysh, po gjithmonë si na si qikat vogla, kur jena dyqysh e shë vetë njëri si modele, si një diçka në të ardhën. Edhe gjithmonë ashtë adhone kur kom punu në zyre ndryshme në për Prishtinë, më ka karakterizu që shtu na I shallë, për diçka dhe më kanë thonë edhe familje ti do kërë si stewardese. Edhe tash me kalimin e kohës, edhe të pas parasysh që karakterin e kom shumë aventurier, nuk I du senet që janë rutinore. Edhe komendu qka është diçka që më kish bo mu një mirë, mu bo vetja, me pa diçka interesant edhe përveç këti profesioni stewardese as një profesion tjetër, nuk ta jap ty këtë knaqësi. A më bënë me në udhëtimin tënë të parë si pasagjere, edhe të mi kujtosh pak ndoshta mënyrën se si I ke pas stewardesa? Po, sigurisht. Udhëtimi jam I parë konë këtu në Turki, si zakonisht para se mu po liberalizmi vizave, s'kena pas kërë. Po, sigurisht, gjatë ati fluturimi normal që I kom këqyr, I kom përcjell me shumë vëmendje dhe kom thonë, dëna më konë, unë një prej këtyne. Edhe shqyqyr zotit, se na qka manifestojmë edhe realizohet nëse tive që ki dëshirën e madhe, edhe kam që jim konë me fatë që edhe mu kjo dëshira jam e më ka realizu në mënyrën më të mirën. A ishte e vështirë pjesa e shkollimit, di që sigurisht për pos kësaj që neve duken shumë zonja elegante, kanë këtë bukurin dhe gjithë tjetër, por janë sigurisht edhe përgjithësi që bërtë në vete profesionist stewardesës. Sigurisht, pjesa e trajnimit ka qenë shumë e vështirë, se për shambull ti e trajnuar? Jëm trajnu në Kuvajt, se puna e parë ka qenë në Kuvajt. Edhe gjatë trajnimit ti mëson shumë sene që thojmë na edhe zorë të aeroplanit ti mëson, edhe ti je pak ashtu konfuze se nuk e din që ka ndodhë në realitet kur ti hyp në aeroplan. Po se trajnosh për ndimën e shparë, trajnosh për sigurin e pasagjerit, trajnosh qysh me kon psikolog, qysh me kon polic, se ti aty personi kryesor që dosh me identifiku rastet më të vështira, se s'ki të bëj non-stop me njerëz normal. Aty plus jeta e njerit është sidomos mëj me thonë që është pak si ndorën tonde, se ti je personi kryesor aty për sigurin e pasagjerit prej një aeroportit dhe aeroportin tjetër. Shumë e vërtet, po për sigurin e vetë stewardesës, keni pasur trajnime, pra në cilin rend vendose stewardesi? Na kena pas trajnime të lojë ndryshëm, nëse aeroplani bjen në ujë, dush me di qysh mu gjindë, kena pas nëse aeroplani bjen në tokë, se ti, thamë është një profesion që gjithmonë të mëson me menu keq. Kur të hypsh në aeroplan ti si stewardese, nuk e menon një fluturim normal, po ti dosh mu konë e përgadit mentarisht për situatat më emergjente që mund me ndodhë dhe qysh me reagu. Edhe normal nga si stewardese është që ti dosh me mu kujdes për pasagjerin e më fund për vetën tonde. është pak riski e rrezikshme. Shumë e rrezikshme si punë, por për këtë bëhen trajnimet edhe për këtë certifikoheni për ta bërë si punë. Sigurisht, sidomos Kuvajti, kompania që kom punu është kompanie madhe, edhe trajnimi është diçka shumë detajisht I bom, që ti nuk I nevoj mu frigu se din qka e të bo atë, trajnojmë mënyrën më të mirën që është e mundër. E përkrahur nga të gjithë të familjes apo miqve për drejtimin edhe kur ke shku në fillim për me bo trajnimin? Po, sigurisht e kom pas përkërajën shumë të madhe prej familjes, edhe
edhe prej rrethit ngushtë shoqërisë gjithashtu po. Po, ka pas edhe njerë që edhe nuk më kam besu në drejtim, se për shembull më ka ra me dështu në intervista ndryshme, deri sa ku më rri me shku në Kuvajt, edhe ka pas njerë që më kanë thënë le e dije se s'është kjo për ty, ose nuk të marrin ty, ose marrin të femna tjera, po nuk ma kanë hup vetë besimin, unë e kum ditë karakteret, ato kriteret që ka lypën, edhe unë e kum pas besimin që unë i përmbush ato kritere. Kështu që nuk më ka bo kur gjo muni në drejtim që me thonë peljo, nuk pe provoj ma. Qëfar kritere ka pas, ose qëfar kritere ka për të regjistru në një trajnim për stewardess? Kriteri parë është gjatësia, se tash dësh më konë gjendje mi mbyll ato overhead bin ku futën valigjet e pasagjerave. A ka ndonjë gjatësi mesatare? Po, lypët prej 1,60 m, deri sa ti i mrin 2 metra e 10 centimetra kështu lartë. Kriteret tjera janë buzëqeshja, na i shenjë në ftyrë që mos mi bo pasagjerat muni diçka keq kur të shohen, apo mi ngacmu diçka në mendjen e tyne. Sjellja ka shumë rëndësi, karakteri jotë, se ata dhe në sens kur të foljen me ty në intervist e shojnë, a je karakteri forti që je në gjendje mi përballu krejt situatat e mundshme, jo një shpirt që është pak i dapë, që tutesh me pa një pasagjer smut apo diçka. Ki testet anglishtës, ki testet matematikës, ki testet psikologjisë, dhe më thonë, dita... Këto matematikës? Se ka, na bojna në disa raste, bojna dhe shitje në aeroplan, kështu që edhe të vyna, jo paka shumë. Okej. Mi treguve trajnimet e shumë ta për raste nga më të ndryshmet. Pra, dhe ju gjithmonë e keni pas që para një fluturimi të mendoni atë më të padëshiruarën për të gjithë. Kur ka qenë një nga rastet më emergjente, më të rrezikshmërisë, më të lartë, që ndoshta të kanë hyrë punë edhe në praktik i ke bo këto trajnime? Me të drejtën, jam shumë e fatë që gjatë krejt karierës temë në aviacion asë njëherë nuk jam përballë me një situatë shumë të keqe emergjente. Krejt që ka jam përballë është në turbulencë, po edhe turbulencat janë 3 lloje turbulencave, është prej ma e letës, medium edhe severe që është ajo ma e rona. Në ato raste piloti na informon, thotë ju lutem, ulluni si cilin në ulsën e juve, siguroheni se është një turbulencë lloj të tillë. Po ka raste që në turbulencat leta mund është edhe me lëviz pak kabin, edhe me siguru vetëm, po nuk shqyqër zotit dhëmë që si më përbal me... Shumë e fatë. Se edhe më varet edhe prej aeroplanave, tash Kuvajt aeroplanat ju në konë modeleve më të reja, kështu që siguria u konë maksimale. Po edhe transporti aeror konsideruat si më të... Po, unë për atë arsye tha ma mirë nina në qelë se për toke. Këtu zatën këtë drejtë, sepse me aksidentet toksore që në ndodhen me automjet e sigurisht, po të reguat edhe po dëshmohet ajo që avionët vazhdojnë të jenë transporti më i sigurt në botë. Ndërsa në raport me pasagjerët, sigurisht me, mund të them, mira për gjatë tyre viteve, qindra mira ndërsa pasagjerë të kaluar në përfluturime me ty. Çfarë eksperienca ke majtë në mendje? Kjo më ka bo dyqysh me njoft vetën shumë, më ka bo karakter shumë fort, se për shembull unë e kum shku prej në shtete ndryshme, kum pas punë me pasagjera indian, me pasagjera suedez, me holandez, me Bangladesh, me Filipinez, do me thonë, si cilin fluturem të shërë karakteret ndryshme. Kush janë më të sjellshmit, më të përgjegjshmit për gjatë një fluturimi? Me të drejtën Filipinez, janë shumë pasagjerat mirë, ashtu të butë, bile shpesh herë dhe ka njerë shysha nej pasagjer pak situar ftofte dhe i vike keq me më thonë, a ma jep një batanije? Ty qysh ashtu. A duar troket në një popull tjetër, apo veç shqiptarët? Veç shqiptarët. A ka në i flutur? Edhe me tonë drejtën gjatë fluturimeve të mija prej Kuvajtit, unë kur njetë nuk e kom taku një shqiptar. Kur heq, bile sa ere e kom marrë listën e pasagjerave, e kom thonë, veç ta shon një shqiptar të foli pak shqip, se e pa ta arru edhe pak shqipën, po jo heq, s'ka pas shansë me taku një shqiptar. Okej, dhe sigurisht interesante kjo, sepse ka pas mundësi që të ketë lëvizje dhe vajtje ardhje të tyre? Po, sigurisht, po s'ka qenë, se prej Kuvajtit në ashtë ta kom shku në Sri Lanka ose në Filipin, ta është sukona i farvenit që ka shumë shqiptar aty, në ashtë ta prej Evropës, tranzit, po zakonisht
ka ndodhë që naj kolege jamja shqiptare më ka thonë, këmë taku se një shqiptare, këmë thonë, pëse unë se këmë taku. A të kanë tregu se si munden me i dalu shqiptarët? Kështu në pamje s'ka dalim në ajsen, se jena Jo, nga sjellja. shtet evropian, po besoj që një shqiptar kish rej shuplak gjithë ka. Na e kemi këtë gëzime, do më thonë që nuk i gjenë. Ose të vetë, më falë kush është piloti, se menon që pidel na i kusheri. Na i kush i njofshëm, a? Po, na i kush i njofshëm. Ti ke përjetuar gjëra shumë interesante në fakt edhe je përballur me nga këto, po them të dy ekstremet, edhe lindjen edhe vdekjen në përgjatë një fluturimi. Kur ka qenë lindja, mban mend vitin, çfarë thona, keni qenë përgatitur apo ka ndodhur papritur? Po, ka ndodhur shumë papritur vitin 2018 nëse s'gaboj, se zakonisht në gratë shtatzana që janë mbi muajin 7 nuk e kanë lejuar me hy në aeroplan, po ka raste që edhe ta japin ai certifikat fals edhe nuk e den, ose nuk ju vdokët barku shumë edhe nuk dihet. Po i vjen momenti me lind, po gjatë ndihmës parë, kur mësojnë anas që shumë i trajtu rastet mjekësore në aeroplan, na trajnohemi edhe në këtë rast për një lindje. Po nëse lindja devion edhe jo nuk është normale edhe ka ndaj problem tjetër, na sigurisht do të me lajmëru pilotat edhe me ateru sa ma shpejt në aeroportin ma të afërt që është e mundur për atë pasagjer. Po në lindje normale, tash i kena kushte, dhe më thonë ka ndihma shpejt për mban mjetet ndryshme që ti dush edhe qysh me prej kordonin edhe qka do që është. Po shqyqër, ka ndodhë një herë, nuk është diçka, po ndodhë kjo si cilën kompani. Si tu ka duk, si ke përjetu nga ofër? Me thonë drejtën, unë s'kom pas gudzim me marrë pjesë në atë operacion, po që Po, se dyqysh, se di, jëmë mësu me trajtu pasagjera me smuje ndryshme, këse ti mësosh me identifiku një person që shka sul në zemër, ose panik, ose qka do koftë tension të lartë gjakut, po aty në atë moment ma mirë këmë thonë, mja vdhonë në rastin njerëzve që i kanë përvoj ma shumë se onë, se këmë pas kolegë që i kanë pas përvoj ma shumë se onë, edhe këmë dashtë mos me marë pjesë. Ndërsa rasti me vdekjen e pasagjerit? Pasagjeri ka qenë i fluturim prej New Yorkut në Kuwait, ka qenë një pasagjer i vjetër mosh, edhe u futë në toilet, na e kena detyrë që gjitho 15 minuta nëse një pasagjer vënohet në toalet, ti dosh ti mitrokit, që me këqyra është okej. Edhe e kuptum që 2-3 herë personi nuk po përgjigjet, edhe na e kena mundësit me hapë toaletin nga anat tjetër, edhe personi na kena mendu që veç e ka pas në moment kështu alivanosje, po e kena fillu me jem dimën e parë, po na se si ardezën, për deri sa nuk jemi mjek profesional, nuk mujna me prononcu personin që është i vdekur, deri sa një mjek qëllon të amon examinimin e sakt. Po na si raste edhe aty e lajmëron pilotin, edhe kërkohet aeroporti maj afërt për mu marrë mjekësia profesionale ose ligjore me pasagjerin. A jeni mësuar me të qarat e bebeve? Nuk mësohesh kur. Nuk mësohesh, a? Janë nga më të ndryshmet. Janë shumë sidomos fluturimet në Kosovë, këta është ajo dyqysh sikur muzik për veshin bëhet dikur, apo këpëton se si janë 1-2, po janë edhe si të fillon i pari me qaj tani këta janë sinkron, duke se e kam përgatit një korë. E përmende më herët edhe çështjen e psikologut, pra duhet të dini se si ta menaxhoni edhe frikën. Besoj ke takuar shumë prej njerëzve, të gjithë njohim dikë që pavarësisht që ka shumë frikë nga fluturimet, është i detyrueshëm ta përdorë si transport. Si menaxhoni këta njerëz? Me tonë drejtën, unë kam fat që edhe kam studiu psikologji para se me fillu me punu si stjuardeze, unë paka shumë ju më konë e trajnume në këtë aspekt njërë profesionale, bile kur ka qëllu na i pasagjer kështu pak ma i ronë, veç të ishin që dija meret me ta, se kështu kjo e ka detyrë. Po momentet na mundohemi këto njerëzit me identifiku sa kur t'jemi gjatë kohës në tokë. Se kur jenë tokë ti mund është me qitë një pasagjer prej aeroplani që mos me të shqetsu ty gjatë orëve tjera dhe me të shqetsu pasagjer atjerë. Sidomos nëse është një pasagjer i dehur. Nëse veç e identifikon para se me fillu fluturimi, është shumë a mirë që s'ki nevoj të 6 orë ose 10 orë fluturim u marrë me atë pasagjer me ta shqetsu krejt aeroplanin. Sa aty nuk është kjo që do të mu sakrifiku dikush për 200 tjerë, se s'mujnë tash 200 tjerë mu sakrifiku për një person. Po, dosh me gjithë gjithmonë
që është thojnë shqip common sense, një mënyrë që është me vepru. Për shambull, në kësi raste, kur ka njerës që jënë tutë shumë, edhe sidomos shqiptarve, këtu i kom thonë, veç me në mu që në për dit jam këtë aeroplan, me në ti që nuk më dhimët jeta, kështu që s'ka kur gjë me tutë. Po ka njerë e sho që ata insistojnë me marrë naj medikament, nej qëtësus. Po une sa ma shumë e mundona mos me arri deri të ato medikamente, po më ka rasti që një pasagerit edhe i kom thonë, ja kom jep një vitamin C, edhe i kom thonë që kjo është tableta për qëtësim, edhe pas gjysore, që më ka thonë, faleminderit shumë qëtësova, dhe me thonë krejtë është mindset-in kry që shë kena atë placebon që është besojna, edhe s'ki nevoj të vitë gjithë me gjithë mënyrën, që është me abo ati sa ma letë. Na jena trajnum që to mi gjithë qëto mënyra. Sa lejohet sasia e konsumimit alkoolit në një fluturim? Nëse alkoholi shërbejet në fluturim, ma shumë se 2 gota nuk i drejtë mja shqit ose 2 shishe ven, ose 2 shoca, nuk i drejtë mja shqit një pasagerit. Se na nuk e dina kush si cilis që shreagon, kështu që ma mirë mu konë safe side që thojnë. A ka pas raste kur dikush ka insistu shumë për ta porosit edhe të 4-ën? Po, ka pas raste, po ndodhë që ndoshta dhone ja kom jep 2 gota, po kolegja nuk e ka ditë dhe ja ka të retën. Po momentin që ne kom identifiku, kom thonë zotrim falë shumë, po nuk moj. Me regula nuk mojone me qitë vetën pozit që ty me të dej në aeroplan. A janë të sjallë shumë kryesisht pasagerët kur vjen puna e tips bakshisheve edhe sigurisht me të vlerësu për kujdesin që ke tregu gjatë fluturimit, asistencën në ndonjë shërbim të ushqimit, të pijeve, ose edhe thjesht qëfar do që ka pas nevojnë? Gjatë kohës Kuvajt, na shërbimet i kanë pas krejt faljas për pasagera dhe s'ka pas mundësi aty për naj tips. Po gjatë periudhës në Kosovë, po, edhe identifikoj, të thësha shqiptarët e Zvicrës e kanë dorën ma që lirë se këta Gjermanisë, ose këta... Edhe franga ma e mirë. Po, kur këshim fluturime në Zvicrë, e dina që sot kena me bo këtë Gjapare. Eksperienca të ndryshme këto, i ke numru ndonjëherë sa fluturime mund të kesh pas brenda 24 ore, për shembull? Brenda 24 ore, jo, se për shembull nëse i bën 12 orë duty punë, të ekipa tjetër 12 orë mi pas pushim. Po më ka ra brenda 24 ore, po vaki nashta sa ku marrë prej Londrës edhe u konë shumë taft. Mas 12 ore më ka ardhë mundësia me shku një ndi edhe u konë shumë zetë. Edhe plus time zona, kjo koha e orëve, plus 5, plus 3, koha biologike e jonja kur e kena konë me flajt, ama nata kur të është, ti nuk e din të hup sensi kur është qfar dite është, qfar nate. Njëherë ka qenë i fluturim në Frankfurt që këm dash veç me pushu mas dite pak, jem qu mas një ore edhe ku menu njëherë ku jam. Se të hup sensi, a harron edhe ku ke shku edhe jem nalë, ku jam. Dhe isa e kum pa një shenjë aty që ku emrin e hotelit, okej, në Frankfurt, jo. Pas kam zbrit në Gjermani këtu, mirë është. Dim pra për stewardese gjithmonë këtë pamjen e kuruar, të buzëqeshura, shumë të sjallshme, por kur janë ato rastet që me të vërtet ju acarohen nervat? Edhe ju e një njerës, normalisht që e keni atë limitin. Normal që ka momente shumë që ta caron nervat, sidomos kur njerëzit nuk i aplikojnë regulat edhe del aty një pasager thot që 30 vjetë u thtojën e tim kemet me më tregu ku me shti qantën. Ta është dyqysh, nëse ke utu që 30 vjetë ti e din edhe s'kom nevoj, unë e këtu me tregu regula. E kësi njerës që për sigurin e tina, saj nuk e logarit që është për sigurin e ati, nuk është për mu, se unë e di që është mu siguru për vetën tem. Po në qësi rastet ta carojnë pak, saj nuk e kuptan që është bëhet fjallë për sigurin tonde. Ta është, që marrë këtu me të thonë regullat të pashkruara, veç pëse mu ka tekst, po më pëlqeshit t'i kështu si person, edhe hajde heke qantën. Po kur insistojnë, ose të dikush në Kosovë në ka thonë, po në kompare këtu më zma hekë, edhe në kompare në qanë tem, po s'kena që me bo. Regullat janë regullat. E këta njerës që nuk i aplikojnë regullat për shkak sigurijës tyne, pak ta carojnë, po me të drejtën dikur bosh njëjtë edhe veç tu, hajtë it's okej. Për vete e ki. Po e marë personale. Po. Dje e dim që dyert emergjente luajnë një rol shumë të rëndësishëm, sidomos ata që janë pra pasagerët që qëllojnë ato ulse. A ka ndonjë formë ose ndonjë kriter se kujt i jipet ajo ulse? Pra, ndonjë kriter mosheje,
ndonjë kriter të zhdërvjelësisë, aftësisë, ose sëmundjeve përcjellëse që mund të ketë pasazheri? Ka kritere, sidomos për njerëzit që japin ulsën të çekine, se për neve na nuk kena lidhje me ulsën. Po ai person do gjithçysh në gjuhën aviacionit thirret body able passenger, do me thonë një pasigjer që është able me të ndihmu në raste të identifikon pak a shumë sa është i fortë. Për shembull, persona me peshë të madhe nuk i jepet, se ka të vështirë edhe me qelderën, persona me moshë nuk i jepet, fëmijëve nuk i jepet ajo ulse, do me thonë gjithmonë do të më konë një person, s'ka rëndësi femën, mashkull, fiziku, po një person që ta jep ty përshtypjen që ai është i gatshëm dhe është i fortë për me nimu qatë moment. Okej, e kuptojmë, sepse edhe unë e kam pas gjithmonë këtë kurreshtje se nuk është që s'kam pa raste kur pikrisht në ato ulse është duk, pra fare e thjesht, si kjo nga leximi me sy që po e përmendë edhe ti, është duk fare e thjesht që nuk mund ta kryej atë si rol, që është një rol gati i barabart me atë të stewardesës në rast të rrezikut të lartë gjithmonë. Okej, dje, falem boll për profesionin e që nga njëherë profesioni sidomos kur i përkushtohesh kaq shumë të sjell edhe mungesa, të sjell mungesa të prezencës në raste të rëndësishme nga ana familjare, apo edhe ndonjëherë atë pamundësim për të shijuar edhe qoftë një dalje apo një kafe mëngjesi me shoqërinë. Pra është një, pavarësisht se ti e the, je vajzë që me do këtë jetën pak më të shpejt, po e them, dhe ju rutinën, e njerë të gjithë kemi nevojë ta kemi atë kafe në mëngjesi, të takojmë njerëzit për drejt, jemi afër familjes. A ke pas problem menaxhimi këtë pjesë, ose a ke humbur diçka shumë të rëndësishme për shkak të punës? Ka shumë problem kjo pjesë, sidomos për në Kosovë prap mund është me menaxhu, se unë jetoj në Prishtinë për shembull edhe e kam familjen afër, e kam shoqërinë afër edhe e gjen momentin të mu taku. Po gjatë kohës në Kuvajt kur kam jetu, u konë shumë vështirë se unë veç një herë vjetë kum pas pushim vjetor, edhe ku mungu në ditëlindjet prindëve të me, ku mungu në raste evente shumë të rëndësishme në familje, ose edhe më ka ndodhur edhe me qenë gjatë natës vitit ri në aeroplan, edhe se as qatë ditë nuk e shijan, ose bajrama, whatever, po rasti që mu mas shumë t'i mdhem që ku mungu, konë vdekja babës tem gjatë Covidit, ku unë jëmë konë në Kuvajt, edhe krejt aeroportët jënë konë mshel, edhe na si staf edhe s'kena guxu edhe me utu në shtete tjera, as në shpe me shku se te je konë aty për sigurinë e pasagjerave dhe ata nuk të kanë leju me lëshu Kuvajtin puna që ti me të majtë ma safe që është e mundër. Po qaja u konë diçka që hala më dhem, po e di që baba jam u konë shumë krenar për mu, edhe gjithmonë e kam kry një fjallë tina kur i kom tregu që po ikin Kuvajt, ka thonë ty edhe në fund botës me qu, s'ta baj gajle. Kështu që e kam gjithmonë atë shprejen kry, edhe e di që ajë gjithmonë, sa erë kum pas fluturime, u koni pari që më ka vetë, ku je konë sa, të regam, e ke vizitu këtë ven, edhe u konë personi parë që unë ka dasht me një gjithë shka ku jam, po qa me bo, jeta është e tilë. Si e kuptove lajmin? A ishe në orar pune, ishe në një fluturim, apo ishte... Jo, nuk kam qenë në orar punës, po në konë gjatë Covidit që nuk keshim fluturime qatë periudhë. Me thonë drejtën, 2 ditë para se me marrë vesh baba jam që është me Covid pozitiv, dyqysh të folë në kamerë, ja pash një ftyrë të vdekjes, ashtu ishtë zbe, edhe e pat një farë kolli që u vrejke, edhe baba jam edhe plus ka qenë handicap, do me thonë komën e majte ka pas të amputume, i ka shku krejtjeta të punu në si handicap, po gjatë 2 javë sa u konë gjendjet vedishme, dyqysh sa ka folë me mu në FaceTime, u mundu me kalzu vetën sa ma të fort, që une mos më mërzit, po njëtën ko edhe une u mundojsha sa ma pak me folë që mos më mërzit ata. E javën e fundit, sidomos kur ja ka nismi u keqësu gjendja, veç e kuptova që ma edhe dyqysh e pash që edhe aj ma s'po do me folë me mu. Se s'kesh ke forcë ma me mpa ose diqka. Dyqysh u konë, se mu konë një vdekje e papritur, ndryshe për jetë lajmin, po për derisa u konë 3 javë në gjendje shumë të vështirë edhe derisa ka ranë gjendje kome aty veç u pretke që diqka mirë s'ka me ndodhë.
Periudhe vështirë, sigurisht, që të mos jesh pranë këto momentet e fundit babit. Po. Pas sa kohë pate mundësin, pra në cilën fazë ishte të Covidit që u liruan masat? Po, mas 3-4 muje ndoshta, se baban ka vdekë në dhjetor vitit 2020, unë e ku marrë dikon prill 2021-ës, apo maj. Po, u konë ko gjanë një periudhë. E përjetove rënd faktin kur erdhe edhe shkova me vizitu të babit? Me ton drejtën deri sa shkova të Varezat nuk e besojsha, edhe babën teme kum pas dyqysh si një shok që edhe ne more kum thirë, edhe sari e shisha kerën e ti të parkum në bërë, thësha, dësha me vetë mamin ku është cani. Po tani mu kujtoj ke për moment që kum vizitu të Vareza që aty ju mbinë që aj nuk është ma, edhe jeta vazhdojnë. Edhe ti shumë mirë që edhe gjatë kohës sa ka qenë gjallë, keni qenë shumë të afërt edhe ka qenë shumë krenar me ty, njëjtë vazhdo mendoje, sepse jam e bindur që ai nuk ish pas shef me të pa të dërzuar. Jo, absolut, absolut. Me kujtimet më të mira që i keme. Se unë jam rezultati i karakterit tina, dhe me thonë që ka do që jam unë njëtë është prej babës tem, kështu që besoj që shumë është krenar, se ai e din qysh më ka eduku mënyrën krejt. Kjo është më e bukra dhe në fakt me të rrisësh vajza në Kosovë edhe vite më përpara, por edhe sot është sfidë më vetë, edhe jo veç në Kosovë, por në gjithë botën, me gjithë situatat e ndodhur aq më shumë, ti përkrahësh ato për ëndra të profesionit si stewardess. Cili do t'ishte mesazhi yt për gjitha vajzat e reja që do e ëndronin ta kenë këtë punë? Unë veç ju kësha thonë, ju kësha lutë kur mos u nalni të vrapu pas ondrave t'juve, edhe nëse një herë dështoni, 2 herë dështoni, 3 herë dështoni, unë me të 4-ën herë kom rri me arrit qëllimin tem. Ju kësha lutë edhe prindve që kjo punë nuk është kur gjë gabim, se kom pas raste që kom pas pasagera ka thonë, edhe vajza jam dënë mu kom punën nuk e lejoj. Edhe nuk e kom ide atë mentalitet, nuk e kam ide pse ata persona mendojnë ashtu, po është ndoshta edhe për shkak që jetës e ki non-stop lëvizje, ndoshta, po paka shumë nëse veç e menon që një fëmin të në shumë mirë edhe din që nuk është e marrë rrugën e keqe, ju kësha lutë për krane, se s'është kur gjë diçka e gabushme. Faleminderit për këtë mesazh shumë domethënës që po shpresoj të shërbej për të gjithë edhe prindrit, por edhe brezat e rinj që dojnë me shpresoj edhe unë shumë, se unë jam një përkrase madhe e femnave, edhe ndoshta që mu s'm ka nalë kërkush me mëri ëndrat e mija dhe kom pas përkraje shumë të madhe, kom qef edhe si cila femën me pas të njëjtin fat si unë. Faleminderit për gjithë historinë që ndave sot. E që kur gjo, faleminderit juve për ftesën. Ishte shumë bukur me pa në fakt se bisedat të tilla rallë në rastisin t'i kemi të fushave si kjo jotja me gjithë këtë eksperiencë. Faleminderit shumë për hapësirën. Miqëm po përcjelli dia, një pres në pjesë të dytë me diçka tjetër, sot është e martë, kemi Angela apo djallë, kemi letër nga diaspora, por shumë çka veç pas marketingut.